Një situatë tepër e rëndë dhe agravuar sapo ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5 dhe bëhet fjalë për një debat midis Kristit dhe Rogertit. Në një sfidë nga vëllai i madh, secili banor në një Canva do të pikturonte se si e përfituronin ato dashurinë dhe më pas do të shpjegonin pikturën e tyre. E ndërsa kjo mendohet si të jetë diçka me humor, e gëzueshme dhe pa debate, nuk është e vërtet, pasi Rogerti e ka shndërruar këtë gjë dhe këtë sfidë, edhe në një debat shumë të rëndë. Nuk dihet se si debati ka nisur, pasi kamerat kanë qenë tek banorët e tjerë, por është parë që Rogerti t'i afrohet Kristit dhe të dy kanë përdorur ofendime të rënda. Rogerti e ka ofenduar Kristin duke i thënë fjalën e turpshme, ti nuk ke këllqe, dhe kjo gjë e ka ofenduar shumë atë, i cili ju është kthyer me zemërim, duke i thënë që ai të ketë turp që është brenda në këtë shtëpi, pasi babai i tij po e shikon. Po ashtu Rogerti ka dhe një djalë të vogël, i cili duke parë atë, merr shembull. Ndërkohë që Rogerti ka qenë ai që ka thënë, Zot më rrit djalin, por mos ma bëj kur si ty. Ndërkohë që Kristi i ka kërkuar atij që ta shpjegojë këtë gjë, për t'i thënë sepse nuk do donte që djali i tij të bëjë si ai, Rogerti vazhdon të njëjtën fjalë, duke i thënë që Kristi nuk është burr dhe se nuk do donte kurrë që djali i tij të bëjë si ai. Kjo gjë ka prekur shumë Kristin dhe të dy ka nisur debatin, ku gati ka patur përplasje fizike, ndërkohë që Kristi shpeshherë i thot banorëve, sidomos Rogerti që do të fikë cigare në ball. Rogerti i ka kërkuar ta bëjë këtë gjë, por në momentin që Kristi ka refuzuar, ai ka thënë që Kristi ka frikë të dalë jashtë, dhe kjo gjë ka acaruar më shumë, deri në momentin që banorët janë afruar dhe i kanë ndarë. Edhe ditën e djeshme, Kristi ka qenë personi që i ka gjuajtur me shishe me ujë Rogertit, dhe nuk dihet në qoftë se vëllai i madh do të marrë masa për këtë gjë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni që duhet të dënohen të dy apo vetëm njëra palë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.